Për herë të parë në historinë 2000-vjeçare të Kishës Katolike, një Amerikan është zgjedhur në fronin e Shëmpjetrit. Kardinali Robert Francis Prevost, 69 vjeç, nga Chicago, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është shpallur papa i 267 dhe do të njihet me emrin Leoni 14. Me një karrierë të gjatë si misionar në Peru dhe ish drejtues i dikasterit për i peshkvit në Vatikan, Papa Leoni 14 konsiderohet si një figurë me përvojë globale dhe ndjeshmëri ndaj Kishës universale. Ekspertët thonë se pikërisht shërbimi i tij i gjatë jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka ndihmuar në tejkalimin e hezitimit tradicional për të zgjedhur një Amerikan si pap. Në paraqitjen e tij të parë nga balkoni i Bazilikës së Shëmpjetrit, ai vlerësoi Papa Franceskun dhe theksoi nevojën për një kishë që ndërton ura, nxit dialog dhe mbetet misionare. Emri Leoni, që simbolizon forcën dhe guximin, rikthen një prej emrave më të fuqishëm të traditës papnore, i përdorur për herë të fundit në fillim të shekullit e 20. Papa Leoni 14 pritet ecë në gjurmët e paraardhësit të tij, duke vazhduar reformat dhe duke forcuar lidhjet e Vatikanit me besimtarët në mbar botën.